Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse pi një lugë uthullmolle esën në mëngjes, dëshironi menjëherë këto sëmundje. Vështirë se ndonjë ilaç tjetër shtëpiak ka një spektër kaq të gjerë efektesh sa uthulla e mollës, metabolizmi, sheqeri në gjak, mëlçia, zorrët, lëkura ose flokët. Trupi ynë mund të përfitojë nga fuqia stimuluese dhe shëruese e uthullës së mollës. Çfarë është uthulla e mollës? Uthulla e mollës prodhohet gjatë procesit të fermentimit të mushtit me ndihmën e baktereve të acidit. Produkti përfundimtar ka një shije frutash dhe është veçanërisht i përshtatshëm për përgatitjen e sallatave. Uthulla e mollës jo vetëm që ka një shije të mirë, por ka edhe një efekt pozitiv në shëndetin tuaj. Si një ilaç natyral në shtëpi, uthulla e mollës ndihmon kundër sëmundjeve të ndryshme. Përbërësit kryesor përfshin vitamina A, B1, B2, B6, C dhe E, beta-karoten, acidi folik, kalium, magnez, hekuri, natriumi, kalciumi, fosfati, fluorini, jodi, zinku, bakri dhe seleniumi. Uthulla e mollës po ashtu ka një histori të gjatë si një ilaç shtëpiak. Romakët e përdorën atë për shembull për plagë. Në mesjet, ilaçi acidik përdorej për të luftuar sëmundje nga më të ndryshme dhe sot uthulla e mollës nga shkencëtarët konsiderohet si një produkt çuditëbërës për shëndetin, por gjithashtu një produkt natyral bukurie për lëkurë të pastër dhe gjithashtu flok me shkëlqim. Uthulla e mollës është shumë e shëndetshme pasi stimulon tretjen. Nëse vuani nga stomaku, uthulla e mollës mundet ju ndihmojë sepse ka një efekt pozitiv në shëndetin e zorrëve. Acidi gjithashtu stimulon edhe formimin e pështymës, acidit të stomakut dhe gjithashtu lëngjeve tretëse. Si rezultat, enzimat tretëse çlirohen gjithnjë e më shumë, kanë efekt tretës dhe gjithashtu ndihmojnë për kapsullokun dhe urthin. Ato gjithashtu reduktojnë edhe fryrjen e barkut. Uthulla e mollës ju mban të ngopur për një kohë të gjatë. Subjektet të një studim të uthullës së mollës konsumuan uthull molle gjatë gjithë ditës, krahasuar me një grup testues që nuk konsumoi uthull molle. Ata konsumuan çdo ditë mesatarisht 275 kalori më pak. Arsyeja për këtë është se uthulla e mollës rrit gjithashtu ndjenjen e ngopjes. Uthulla e mollës nga ana tjetër mundet që t'ju ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Efekt antibakterial. Uthulla e mollës ka veti antiinflamatore dhe gjithashtu antibakteriale. Ajo nga ana tjetër ju ndihmon të luftoni në mënyrë efektive bakteret dhe mykun në trupin tuaj fal uthullës së mollës. Polifenolet që përmbahen në uthullën e mollës thuhet se lidhin radikalet e lira dhe kanë efekt antiinflamator. Uthullën ju mundet që ta përdorni dhe për të dezinfektuar lëkurën ose plagët. Është e mirë për sistemin tuaj imunitar. Uthulla e mollës përmban gjithashtu shumë minerale dhe vitamina të cilat forcojnë sistemin tuaj imunitar. Këtu ne do të përfshijmë vitaminat A dhe C, kalium, magnez, hekur dhe shumë të tjera. Megjithatë, një dietë e shëndetshme është gjithashtu e rëndësishme pasi efekti vetëm me uthull molle është relativisht i vogël për shkak të sasisë të vogël të konsumuar. Zbutës flokësh me uthull për flok me shkëlqim. Uthulla e mollës gjithashtu për flokët është një tjetër këshill e njohur. Rekomandohet për flok që yndyrosen shpejt dhe gjithashtu për skalpin e thatë. Uthulla e mollës vepron edhe kundër zbokthit. Mund ta përdorni si zbutës duke i shpëlar flokët me uthull molle pasi t'i keni larë. Për ta bërë këtë shtoni një lugë çaji me uthull molle në një filxhan ujë në një shishe shampo bosh. Tundeni dhe aplikojeni në flok. Lëreni të veprojë për një kohë të shkurtër dhe më pas shpëlajini me ujë të pastër. Megjithatë, është e rëndësishme që para konsumimit gjithmonë ta ulloni uthullën, përndryshe acidi mundet të ngacmojë stomakun.
Nëse e shihoni rregullisht pijen e thartuar të holluar mirë, mund ta prisni një tretje të ekuilibruar. Uthulla supozohet të ndihmojë me kapsllëkun. Ajo gjithashtu ndihmon me tretjen, por në këtë rast duhet pirë pas vaktit ushqimor. Si ta pini uthullën e mollës? Gjithmonë duhet të pini uthull molle të holluar me ujë në mënyrë që acidi të mos irritojë mukozën në traktin tuaj tretës. Për shembull, përzieni një filxhan ujë të ftohtë ose të vakët me 2 lugë çaji me uthull molle dhe 1 lugë çaji me mjaltë. Funksionon edhe pa mjaltë, por uthulla e mollës shijon më mirë me mjaltë. Sa shpesh dhe kur duhet ta pini? Nëse e pini uthullën e mollës në mëngjes, para mëngjesit, thuhet se ajo gjithashtu e rrit metabolizmin tuaj, por kujdes, nëse keni stomak të ndjeshëm, ju gjithashtu duhet të hani fillimisht diçka dhe vetëm më pas të pini uthullën e holluar të mollës. Sigurisht mund të pihet edhe në mbrëmje ose në mes. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e uthullës së mollës në mëngjes, mundësisht me stomak bosh. Të tjerë betohen për të mirat që vijnë nëse uthulla pihet në mbrëmje. Uthulla zhbllokon hundët. Pamundësia e të thithurit ajër përmes hundës është e tmerrshme. Uthulla ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundët dhe rrugët e frymëmarrjes sepse është e pastër me kalium, magnez, vitamina A, B1, B2 dhe E. Shtoni 1 lugë çaji me uthull molle në një gotë me ujë dhe pijeni ngadalë përpara gjumit. Uthulla stabilizon nivelet e sheqerit në gjak. Studimet shkencore kanë treguar se pirja e uthullës përpara gjumit mundet të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugëve gjelle me uthull molle dhe pak djathtë përpara gjumit, së bashku me ilaçet kundër diabetit ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak të nesërmen. Gjithashtu, ju duhet të dini se uthulla ju ndihmon edhe me tretjen. Nëse zgjoni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin për këtë e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh edhe problemet me tretjen, zorrën dhe urthin. Pini 1 lugë çaji me uthull molle të tretur në një gotë me ujë përpara se ju të flini. Me gjithë këto të mira, uthulla e mollës nuk duhet të mungojë në thirrtarin e kuzhinës. Kundër erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mundet që të jetë e tmerrshme në mëngjes, por ju mund të merrni masa për ta parandaluar atë duke pirë 1 lugë çaji me uthull në mbrëmje për të shkatëruar bakteret të cilat lulëzojnë në gojë. Uthulla gjithashtu shëron fytyn e thatë. Gjatëstinës së ftohtë gjasa që ju të prekeni nga simptomat e gripit dhe të ftohërës janë të mëdha. Bakteret përgjegjëse që përthajnë fytyn shkatërohen nga aciditeti i uthullës së mollës. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë pirjen e një glënke me uthull molle gjysmë deri në 1 orë përpara gjumit, që në mëngjes ata të jenë si kokra e mollës. Uthulla stabilizon gjithashtu edhe nivelin e sheqerit në gjak. Studimet shkencore nga ana tjetër kanë treguar se pirja e uthullës së mollës përpara gjumit mundet të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjelle me uthull molle dhe pak djathtë përpara gjumit së bashku me ilaçet kundër diabetit do të ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak ditën e nesërme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!